po bëj ecjen e drekës, është ora 2:10, pasi konsumova drekën, por nuk më jepet fare mundësia që unë të bëj video edhe të shpreh mendimet e mia, rrugtimin tim, të bëj këto gjëra në shtëpi, ku të jem e kuruar, të jetë pamje fikse, edhe duke mos lëvizur dhe mos gjoni zhurmat, po s'ka rëndësi ka mesazhe që unë përcjell, nuk kanë as pak rëndësi pamja e flokët e mi. Pastaj, nëse doni të merreni me këto gjëra, më mirë largoni fare nga kjo faqe, sepse s'kemi të njëjtat halle dhe siklete që kam unë edhe që dua të merrem me ata njerëz. Atëherë, jam duke lexuar një libër, lidhet kryesisht me çdo siklet shëndetësor autoimun, por edhe me pjesën e fertilitetit. Duke lexuar këtë libër unë po arrit të kuptoj që kam kaluar fazat që libri përmend që duhet të kalosh për të pasur për të rikthyer shëndetin e mëparshëm që ke pasur, për të rikthyer personin që ke qenë, apo për të luftuar infertilitetin apo problemin shëndetësor që ke. Para se të hyja rrugës IVF-it, për herë bëja test shtazanie pas çdo cikli, edhe për herë negative kam parë atë të shkret test, edhe sot e kësaj dite nuk kam arritur që të shoh atë testin pozitiv. Është një temë tjetër kjo. Aq shumë e ureja trupin tim, aq shumë e makoja veten time, aq shumë pesimiste arrita të bësha, aq shumë u degradova. Edhe i hyra rrugës IVF-it dhe duke ja lënë në dorë të gjithë pjesës së IVF-it suksesin, sepse mendoja që do kisha suksesin 100%, sepse po i hyja diçkaje mjekësore të sigurt që do më sjellë sukses. Fatmirësisht pata sukses. Një temë tjetër kjo. Ngela shtatzan, java kalonte, muaj kalonin dhe unë më rritesh barku, shtatzania ecte. Por truri im akoma nuk e besonte që unë isha shtatzan, që unë po vinte koha pak nga pak dhe do sillja në jetë një fëmijë djalin. Nuk e besoja. Nuk kam besuar as pak gjitha proceset që kam kaluar gjatë shtatzanisë, procesin e lindjes, asnjëherë nuk e kam përjetuar, nuk e kuptoja. E linda djalin, erdha në shtëpi, bëja pjesën e kujdesit ndaj djalit, djali po rritej, shkëlqente muaj i parë, muaj i dytë. Unë prap nuk e kuptoja dhe nuk e besoja që unë arrita të sillja në jetë një fëmijë, dhe shumë kohë më pas prap mendoja dhe thoja, unë e kam për të djalë, unë e kam për të fëmijë, kur u bëra dhe unë, kur arrita dhe unë në fund të sillja në jetë një fëmijë. E kam thënë shpesh këtë gjë dhe më kanë ndjekur për një kohë shumë të gjatë kjo ide, kjo mendim që i thoja. Edhe doja të sillja në jetë një fëmijë tjetër, kaluan kalvaret, ata që e din historikun. Edhe kam hyrë në shumë programe për zhvillim personal, për zhvillim spiritual, dhe në një nga programet që isha në lidhje me spiritualitetin, në grupin që ne kishim, vajzat që ishin atje, që i përshëndes, për herë unë isha ishte dhe pjesa që kisha kaluar goxha në fakt, dhe ishte dhe fazat që unë isha shtatzan me gocën, isha në depresion shumë të lartë në lidhje me atë çka kalova me shëndetin e djalit, dhe isha shumë down fare. Dhe për çdo gjë vija në plan të parë, ose në çdo fjali që thoja ishte, po unë kam sëmundjen, po unë kam problemin shëndetësor, po unë nuk mundem, po djali im është i smur, po unë kam këtë problem, po unë e kam gjenetike, po unë e kam të trashëguar, po unë s'kam çfarë bëj, po unë kam sëmundje. Me fjalë, në çdo bisedë
si në përditshmëri dhe në program, unë vijan shumë në dukje, por shumë në dukje problemin shëndetësor që unë kisha, sikletin shëndetësor që unë kisha. Dhe për herë, kam arritur, kam sharë, familjarët e mi, veten, po mua me gjithën tëra, të ku unë mblodhën të tëra këto. Po pse pikërisht mua, po pse unë? Isha shumë e përqendruar tek ai gjë dhe ngulitur në kokë që unë kisha të sëmundje dhe e kisha të pamundur pavarësisht se isha shtazan, edhe do si një advisor, edhe po e përjetoja shtazanin për herë të dytë, unë prap nuk arria të besoja që trupi im ishte i haft. Trupi im po përzhvidonte një krijesë në barkut, edhe po e riste, edhe do ta sidhja në jetë. Domethënë, arritëm këtë kalvaret dhe unë kam arritur në kohën e sotme dhe duke lexuar të librin që më ka specifikuar kryesisht rrugtimin që unë kam ndjekur dhe ku kam arritur deri sot, unë në kohën e sotme kam arritur në fazën që pavarësisht se çfarë sikleti shëndetësor kam, unë e kam aftësinë, forcën, trupi im e ka, trupi çdo kujt e ka aftësinë, forcën për të shëruar, për të mbajtur në kontroll atë siklet shëndetësor që ka, për të sjellë në jetë një fëmijë, ti mundesh, mundesh, por që të arrish të kesh në kontroll, në menaxhim sikletin shëndetësor që ke. Apo të sjellësh në jetë një fëmijë, duhet të kalosh në disa etapa, në 3 etapa, që ta arrish këtë përfundim. Dhe unë kisha kaluar, por nuk i dija, dhe nuk i dija të specifikoja, dhe ti tregoj dhe ti jap zë tani siç po i bëj. E para punës është kur je në fazën e parë, siç unë kam qenë, ishte sepse unë isha shkëputur nga trupi im, nga vetja ime. Dhe në së pari duhet të bëjmë connection, duhet të lidhemi me veten tonë, duhet ta dëgjojmë trupin tonë, duhet ta dëgjojmë veten, çfarë na thot trupi, çfarë na thot emocioni, çfarë na thot gjendja jonë e brendshme, duhet të lidhemi. Dhe këtë lidhje duhet ta bëjmë duke u marr sa më shumë me veten tonë, duke harxuar kohën në veten tonë. Dhe ka mënyra alternativa plot për t'i bërë të gjëra. Dhe pasi ti ke arritur të bësh të gjë, atëherë duhet të merresh kalon në fazën e besimeve, në fazën e punimeve të besimeve. Trupi jon dëgjon, po dëgjon shumë mirë, është një dëgjues shumë i mirë se çfarë thot truri jon. Dhe truri jon është i varur shumë nga mendimet tona. Çdo mendim që ne kemi, çdo përjetim emocional, mendor që ne kemi, perceptohet, kalon në mesazh në trupin ton. Dhe truri jon merr ato masat, lëshon ato sinjalet në funksion të çdo organit të trupit ton, që trupi jon të mbrohet apo të reagoj. Dhe kur ne trurit ton i çojmë mesazhe negative, mesazhe alarmante, gjendje stresuese, gjendje mosbesuese, atëherë çfarë sinjali do japi truri jon? Që ne trupi jon nuk arrin dot ta menaxhoj këtë gjë, trupi jon nuk arrin dot të krijojë një fëmijë, të mbarti një fëmijë, të zhvillojë një fëmijë. Dhe nëse nuk arrini të kaloni hap pas hapi statusin e parë, lidhe me veten tënde, fazën e dytë, që është besimi, të krijojmë ato besimet tona pozitive, sa më të buta, sikur e të themi po u mundem, mbase nuk e arritur në fazën që 100% e bëj, paktën të thësh e kam shansin, e kam mundësinë që unë të kem në kontroll sikletin tim shëndetësor, që unë e kam energjinë që të kem në kontroll sikletin tim shëndetësor, apo të sjell në jetë një fëmijë, apo që të arrije diçka. Pasi ke arritur këto dy faza, ti arrin në fazën e tretë, që është aksioni, vënia në punë, dhe ti mundesh, e ke shëndetin më të plot, sikletin shëndetësor më në menaxhim,
dhe je e bindshme që trupi jot do sjellë, do krijoj një fëmijë dhe vihesh në punë, bën të pamundrën, bën çdo gjë. Dhe unë para pak kohësh arritja me bindjen time të plot që po trupi im e ka fuqinë dhe jam në shëndet të plot për të sjellë një jetë vet, në mënyrë natyrale, në konceptim natyral, por që nuk e kam mundësi nga anë të tjera tashmë sepse kam embrionit e krijuara dhe nuk po e tentoj këtë gjë. Këto ishin disa nga këshillat e mia të momentit. Shpresoj të ju ndihmojnë. Përshëndetje.